Kjo është hyrja qendrore e vilës diktatorit Enver Hoxha ku ai jetoi që në vitin 1974, është vila e re ngjitur me vilën e vjetër të vitit 1947-74 që është në ato dyert andej. Këto janë shkallët që të çojnë katin e dytë që kam treguar dhomën e tij të gjumit. Ky ishte holli qendror ku vinin vizitorët. Kjo është dhoma e ndenjes e Enver Hoxhës me gjithë oxhakun e tij prej mermerit të Carrarës. Të gjitha vetratat janë origjinale, parketi është origjinal, mobiljet disa janë origjinale si piano apo biblioteka dhe dyert, ndërsa këto janë vendosur më pas. Kjo ishte pjesa e ndenjes, pra i gjithë ky sallon, duke përfshirë dhe pjesën që shihni në anën tjetër, këtu ishte një ambient i vogël ndenje, ndërsa këtu ishte ambienti i ngrënjes, pra ngrënja më formale, po e quaj ku ende tavolina është origjinale, tavolina e që ka qenë në atë kohë. Dy koltukët poshtu janë origjinal, këtej kishte një ambient tjetër ndenje, vijohej me pjesën tjetër çdo gjë, kuzhina, kinemaja, dhomat e palestra, pishina dhe dhomat e rojeve janë nën tokë, ndërsa këtej dilej në verandë dhe kjo ishte hyrja e dytë ku hynin vetëm familjarët e Hoxhës. Këtu dyert mbylleshin dhe këtej ishte vetëm Enver dhe Nexhmie Hoxha që jetonin, familjarët jetonin në këtë zonë dhe në katet e sipërme.